Të dashur dëgjues të Radio Maris, qof lëvdu Jezu Krishti. Përshëndetje të përzemërta nga unë Bruna Dedaj. Sot do të jemi bashkë në këtë udhëtim kulturor dhe letrar në kohë, nga ligjet e gjuhës tek rrugët e Zotit. Qëndroni me Radio Marin në këtë udhëtim radiofonik të fjalës së shenjtëruar, sepse sot kemi një ndalesë sa monumentale, aq dhe shpirtërore. Do të flasim për një autor që nuk ishte thjesht një shkrimtar, por ishte shpirti epik, ndërgjegja kritike dhe ishte arkitekti I alfabetit ton. Figura që provoi se gjuha shqipe, kultura dhe besimi shpirtëror janë shtyllat të pathyeshme të identitetit evropian të shqiptarëve. Po flasim për atë Gjergj Fishtën, I cili lindi më 23 tetor të vitit 1871 në fshatin Fisht në Lezhë dhe ndërroi jetë në 30 dhjetor të vitit 1920 në Shkodër. Edhe pse ishte njeriu që është dekoruar nga shumë shtete si Austria, Turqia, Greqia, Gjermania për vlerat e tij intelektuale dhe u nominua për çmimin Nobel në letërsi, pas luftës së dytë botërore, regjimi komunist në Shqipëri e ndaloi rreptësisht veprën e tij. Për gati gjysmë shekulli, Fishta u shpall reaksionar dhe shkrimtar I ndaluar, sepse fryma e tij kombëtare dhe fetare binte ndesh me ideologjinë e kohës. Ai u rikthyet triumfalisht në panteonin e letërsisë shqipe, vetëm pas rënies së komunizmit në vitet 90-ta. Ai nuk ishte thjesht pra një shkrimtar, por një nga figurat më monumentale, poliendrike dhe më me ndikim në mbar historinë kulturore, letrare dhe politike të Shqipërisë. Ishte edhe frat franceskan, pra ishte atë, poet, epik dhe lirik, ishte dramaturg, satirik, përkthyes, publicist, gjuhtar dhe diplomat. Për shkak të përmasës së tij krijuese dhe ndikimit në ndërgjegjen kombëtare, konsiderohet si Homeri shqiptar dhe ka mbajtur titullin poet kombëtar dhe për këtë më poshtë unë do të paraqes disa shtylla kryesore për të kuptuar se kush ishte dhe çfarë përfaqëson Gjergj Fishta. Vepra e tij jetësore epike shqiptare është Lahuta e Malësisë, e cila është e botuar e plot në vitin 1937, një epos monumental prej më shumë se 15.000 vargjesh. Çfarë ka bërë Gjergj Fishta në këtë vepër? Ai ka marrë vargun tetrokësh të këngëve tona popullore dhe mitologjike, autentike shqiptare, duke përmendur zanat, orët dhe I shndërroi ato në një epos letrar që pasqyron luftën e shqiptarëve, veçanërisht të malsorëve shqiptar për liri, për dinjitet, për mbrojtjen të trojeve nga coptimi, duke gërshetuar doktrinën morale, besën dhe identitetin kombëtar. Ndryshe nga rilindasit e tjerë që vetëm e idealizonin Shqipërinë, Fishta kishte guxim të shihte edhe veset, edhe plagët e shoqërisë direkt në sy. Kështu që përmes veprave si Anzat e Parnasit dhe Gomari I Babatasit, ai përdori ironinë therrëse për të goditur të gjitha politikat korruptive dhe pseudopatriotët, ata të cilët tradhtonin interesat e vendit për përfitime personale. Si klerik franceskan, ai lëvroi një poezi të lartë religjioze, Vallja e Parisit. Te kjo vepër, Fishta merr dogmat dhe mësimet e krishterë dhe I shndërron në një ligjërim universal poetik mbi shpirtin, amshimin dhe moralin, duke u bërë ura lidhse mes shkrimtarëve të vjetër
Bogdanit, Budit dhe letërsisë moderne. Fishta ka pasur dhe rolin e tij pra politik dhe gjuhësor në Kongresin e Manastirit të vitit 1908, ishte kryetari i Komisionit të Alfabetit, është njeriu që i ka mbrojtur dhe ka udhëhequr vendimin për të pranuar alfabetin me shkronja latine që ne përdorim sot. Diplomacia shqiptare u përfaqësua nga Gjergj Fishta, pra Shqipëria në konferencën e paqes në Paris në vitin 1919 dhe u përfaqësua përsëri nga Gjergj Fishta edhe në konferenca të tjera ndërkombëtare, duke mbrojtur me fjalime të fuqishme të drejtat e popullit shqiptar. Ndërsa kur profesori dhe gjutari ynë i madh Qerem Çabej shkruante se meshari i Gjon Buzukut ka vende për një bukuri stilistike dhe gjuhësore të rrallë, ai nuk po bënte thjesht një konstatim gjuhësor. Ai po përcaktonte një tipar thelbësor të historisë së letërsisë sonë, gjenezën e asaj fetare biblike. Letërsia shqiptare që ka lindur në altarin e kishës nga nevoja për të komunikuar me Zotin në gjuhën amtare. Ndaj në këtë emision, në këto minuta cilët janë dedikuar për ne do të udhëtojmë për te pikës së njohur të Fishtës. Do të udhëtojmë për të zhytur në palsën e poezisë së tij religjioze. Do të analizojmë vëllimin e famshëm poetik Vallja e Parisit. Përmes kësaj analize do të shohim se si mësimet e rëndësishme të religionit krishterë dhe doktrina teologjike shndërrohen në ligjërim universal poetik. Do t'i referohemi edhe studiuesve të Gjergj Fishtës, por edhe prurjeve të reja shkencore të dy profesoreshave të mia, Lili Sula dhe Elvira Lumi, të cilët përfitojnë nga rasti dhe i përshëndes, për të kuptuar raportin e ndërlidhur midis artit të fjalës dhe besimit shpirtëror. Nga ligjet e gjuhës tek rrugët e Zotit, qëndroni me ne në këtë udhëtim radiofonik të fjalës së shenjtëruar. Dhe për ta zbërthyer me saktësi poezinë religjioze të Fishtës, neve na vjen në ndihmë një prej mendimtarëve më të mëdhenj të modernitetit, Elioti. Siç e shënon studiuesja Elvira Lumi, pra profesorisha ime, e cila kalon shumë gjurmë tek unë dhe po përfitoj nga rasti ta përqafoj shumë nga larg, Elioti vëren se kemi pranuar heshturazi për disa shekuj me radhë se nuk ka asnjë marrëdhënie mes letërsisë dhe teologjisë. Por kjo është thjesht një iluzion optik. Do ta quaja edhe gjakim i rrem. Letërsia, si punë e mirëfillt krijuese, ka qenë, është dhe gjithmonë do të gjykohet nga disa standarde morale, pavarësisht nëse një gjenerat jeton apo jo sipas atij kodi. Kur një kod moral dhe i zakonshëm shkëputet nga preardhja e tij teologjike dhe kthehet thjesht në çështje zakoni, ai ekspozohet ndaj paragjykimit. Te autorët tanë të vjetër, kjo shkëputje nuk ekzistonte. Ndaj figura të mëdha të letërsisë shqipe, figura të mëdha të letërsisë shqipe të zonës së veriut të Shqipërisë, si Lek Matrenga, Pjetër Budi, Frank Bardhi, Pjetër Bogdani, cilët ishin themeluesit e letërsisë me karakter qartë misionar, për ta teologjia nuk ishte thjesht një kufizim, por një provë e fuqishme për të shprehur ndjesinë, për të shprehur imazhe
dhe figura ku historia, religioni dhe jeta sociale ndërshkëmbeheshin në mënyrë të natyrshme. Këto tekstet vjetra kryen një mision të dyfisht. Ishin akte besimi dhe njëherazi akte rezistence kulturore identitare përballë pushtuesve osman. Ata mbrojtën krenarin shqiptare duke ankoruar gjuhën shqipe në paratekstin më funksional të qytetërimit perëndimor, në Bibël. Atë Gjergj Fishta është trashëgimtari legjitim i kësaj shkolle të vjetër franciskane, siç vë në dukje studiusit e Gjergj Fishtës, ai e merr këtë stafet dhe e shpall para tekstin biblik të krimtarisë së tij në atë binom të famshëm të jetës së tij. Për atë Gjergj Fishtën, për atë dhe e për fe. Te Fishta, pra, ky raport merr për masteri estetike. Ai nuk bën thjesht vargëzim utilitar apo katekizmin fetar. Ai bën art pastër, duke shndërruar dogmën në ligjërim universal. Të dashur dëgjues të Radio Maris, le të zhvendosemi tani te vallja e Parisit, te kryevepra e lirikës së tij, pra religjioze, siç vërehet nga studiusja Lili Sula. Ky titull thellësisht metaforik na sugjeron menjëherë një receptim të kushtëzuar përmes tekstit të shenjtë Biblës. Poezia religjioze e shoqëroi Fishtën gjatë gjithë jetës së tij. Ai nuk ishte një krimtari rrethanore, por një nevojë shpirtërore e brendshme. Më të shumtën e figurave, ngjarjeve, motiveve dhe arkitekteve të vargut, Fishta i merr nga Bibla. Treguesit e intertekstualitetit, që do të thot dialogu që teksti i Fishtës bën me tekstin biblik, hetohen në disa rrafshe. Në rrafshin kuptimor, përmes titujve, figurave të shenjtorëve dhe ngjarjeve biblike. Në rrafshin gjuhësor, përmes një homogeniteti leksikor dhe stilistik të jashtëzakonshëm, dhe në rrafshin autobiografik, ku një pjesë jo e vogël e lirikave janë këndime momente të jetës së tij, si frat dhe si një njeri përballë të përjetshmes. Po ku qëndron sekreti i kësaj vepre? Valli e Parisit shkon përtej funksionit utilitar apo fetar praktik. Ajo ka vlerë të mirëfillt artistike. Fishta nuk po mëson besimtarëve dogmë në mënyrë të thatë. Ai po i fton besimtarët në një festë estetike, në një valle shpirtërore ku Parisi, pra parajsa, bëhet një hapësirë gëzimi dhe harmonie universale. Në këtë vepër, poezia vendoset përballë doktrinës dhe fiton primatin e asaj si vepër arti. Pse? Sepse një mësim konkret teologjik mund të jetë i kufizuar për një kohë ose për një grup njerëzish, ndërsa ligjërimi poetik i Fishtës ka përcen caqe dogmatike dhe bëhet një mesazh universal për vuajtjen, për shpresën, për dashurinë, për vdekjen dhe për amshimin. Dhe ky kalim nga mësimi konkret doktrinor në një ligjërim universal është shkalla më e lartë e shndërrimit të lëndës religjioze në art të pastër. Unë tani do të recitoj vetëm disa vargje nga kjo vepër. O shpirt i shenjtë, që në flak të dashurisë, prej qiellit zbret e në zemrat tona rri. Ti ndez një dritë në mes të kësaj errësire, e në vallet Parisit nafton me treja flade. Pra,
Në rafshin e ndërtimit të tekstit, Valli e Parisit është lidhja me doktrinën e cila ilustrohet në mënyrë të shkëlqyer përmes evidentimit të strukturave retorike. Ndaj Fishta ishte një orator i jashtëzakonshëm, një profesor i logjikës dhe i fjalës publike, e dinte mirë se si ta binte dhe ta prekte dëgjuesin apo lexuesin. Fryma e mësimeve të krishterë ndihet ngado në poezinë e tij, por te Valli e Parisit kjo frymë bëhet strukturë ligjërimore. Fishta përdor me mjeshtëri figura të tilla retorike si apostrofa, e cila është thirrje drejt për drejt drejtuar hyjnis, drejtuar shenjtorëve apo drejtuar vetë shpirtit njerëzor, duke e kthyer poezinë në një dialog intim dhe në një dialog tepër dramatik. Pyetjet retorike që nuk kërkojnë përgjigje, por që e detyrojnë lexuesin apo e detyrojnë dëgjuesin të reflektojë mbi gjendjen e tij morale dhe shpirtërore. Paralelizmi sinonimik dhe antiteza ku përballet drita e qiellit me errësirën e tokës, ku përballet mëkati me hirin, e përkohshmja me të përjetëshmen. Siç argumentohet nga të gjithë studiuesit, ky raport midis veprës poetike dhe religionit nuk e kthen poezinë e Fishtës në një ligjërim të përmbyllur klerikal. Përkundrazi, retorika e Fishtës është e pranueshme, e kuptueshme në tërë veprën sepse ajo mbështetet mbi ndjenjat më të pastra njerëzore. Dhe në këtë pikë, poezia e Fishtës kryen gjykimin moral në kuptimin e Eliotit ose në kuptimin elotian. Ajo nuk e pranon standardin e një shoqërie që harron shpirtëroren për të zhytur në materializëm apo në ves. Pra, këtë mendimin tim e shfaq përmes edhe strukturave retorike, sepse vargjet tek Valli e Parisit shërbejnë si një pasqyrë ku njeriu shqiptar ftohet që ta shohë jo vetëm detyrimet ndaj atë dheut, detyrimet toksore, por edhe rrugtimin e tij drejt atë dheut qiellor. Ndërthurja e besimit me identitetin kombëtar, këtu arrin në një ekuilibër, do thoja perfekt. Besimin e bën njeriun më të mirë dhe një njeri më i mirë është një qytetar më i vlerësuar për atë dheun e tij. Të dashur dëgjues të Radio Maris, me këtë mendim timin, do thoja që ka edhe mjaft interesante, edhe vargje të tjera kaq të larta shpirtërore, saqë shndërrohen në anzat e Parnisit apo edhe tek gomari i Babatasit, sepse ekziston një dyshe e dukshme midis lirikës religjioze dhe satirës fshikulluese. Përgjigjen përsëri do ta marrim nga teza e Eliotit mbi lidhjen e letërsisë me kodin moral, kur Fishta shes se shoqëria shqiptare e kohës së tij po shkëputet nga preardhja e saj teologjike, kur shes se koncepte si nderi, besa dhe dashuria për tjetrin po kthehen thjesht në çështje zakoni të jashtëzakonshme apo po zëvendësohen nga interesi personal dhe pseudopatriotizmi. Fishta reagon nëpërmjet satirës dhe satira e tij është
ana tjetër e medaljes së poezisë së tij religjioze. Ajo është si thirrja një profeti që sheh se populli i tij po devijon nga rruga e së vërtetës. Kështu i them shkollarëve të mi dhe ja theksoj se satira fishtiane është një akt i pastër edukativ, kur fishta e godet politikanin e korruptuar, kur e godet pseudo-intelektualin, fishta po mbron pikërisht ato vlera universale që i ka kënduar te vallja e Parizit. Gjuha satirike fishtiane vërtet është e ashpër, është therrse, por buron nga një dëshpërim i atij njeriu të fesë, i cili kërkon me çdo kusht ringritjen morale të kombit të vet. Dhe gjithmonë kjo do ta ketë edhe koston e saj. Por ne po i afrohemi fundit të këtij rrugtimi ton të gjatë në përbotën e thellë teologjike dhe poetike të Argjeq Fishtës. Vepra e tij e lë në harres të detyruar për gjysmë shekulli nga regjimet ideologjike. Sot vepra e tij rrezon me një dritë të re shkencore. Pse nuk mund ta fshihte harresa Fishtën? Sepse nuk mund të fshihet dot ai që ka shkruar kodin gjenetik të identitetit ton kombëtar. Ashtu si shkruan të vetë Fishta, gjua dhe shpirti i këtij populli janë si ari, pra janë si floriri, që sa më shumë ti fërkosh në për tallaze e mundimet historisë, aq më shumë ndjenjë e marrin shkëlqim. Fishta na kujton edhe sot se përparimi i vërtet i një kombi nuk vjen duke mohuar rrënjët e veta shpirtërore, por duke i vendosur ato në shërbim të lirisë, të përparimit dhe të kulturës. Ai na la si trashëgimi modelin e plot se si duhet dashur andeu, duke e lartësuar me krenarinë e eposit, por edhe duke e shëruar, duke e kritikuar në tehun e mpret të satirës së tij. Gjatë periudhës së egër të sistemit komunist në Kosovë, zotërohet apo lexohet lahuta e Malësisë më shumë se sa në Shqipëri, sepse Kosova bëri që gjatë periudhës së egër të sistemit komunist një mrekulli kulturore ku në atë kohë të zotroje apo të lexoje lahutën e Malësisë ishte një akt i rrezikshëm patriotik që të kushtonte burgun. Megjithatë, kjo mrekulli kulturore ku librat filluan atë kohë të konfiskoheshin, të digjeshin, populli kosovar e ktheu Fishtën në një institucion të kujtesës, sepse vargjet fishtiane mësoheshin edhe përmendesh në për oda të qyteteve të zonave të thella veriore të Shqipërisë dhe në Kosovë, në rrafshin e Dukagjinit, në Drenicë, në Llap. Lahuta këndohej me çifteli, me lahut, në ilegalitet plot. Fishta pra nuk lexoi thjesht si letërsi, dëgjohej si kushtrim për të mos u asimiluar dhe për t'i bërë ballë shtypjes kombëtare. Më vonë, me hapjen kulturore dhe me themelimin e Universitetit Prishtinës,
inteligjenca e Kosovës, po them unë, e gjeti një rrugë institucionale për ta rikthyer fishtën në dritë. Profesor dhe studiues të mëdhenj si Ibrahim Rugova, Anton Qeta e Sabri Hamiti filluan ta trajtonin veprën e tij nga pikpamja edhe shkencore, por edhe estetike. Ata nuk e shihnin fishtën përmes dogmave ideologjike që vinin nga kryeqyteti i Shqipërisë, nga Tirana e asaj kohe, por si shtyllë të historisë sonë letrare. Kjo tregon se Kosova ka qenë dhe mbetet një mbrojtëse e madhe e vlerave fishtiane. Kosova e lexoi atë si një parajs të humbur të lirisë. Kosova e lexoi si një kod të pathyeshëm të rezistencës, e lexoi si dritën më të pastër të identitetit ton kulturor. Shpresoj që, dhe në fakt unë e mendoj një gjë tillë, që Kosova është në këtë pikpamje nëna e Shqipërisë. Shpresoj që këto minuta të kenë qenë një ftesë e hapur për ju, që të i riktheni leximit të thellë të kryeveprave tona letrare. Nga unë, miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm, ku do të ndriçojmë një tjetër figurë të madhe të letërsisë dhe kulturës sonë shqiptare, që na kujtojnë të gjithë këto figura se një kom pa rrënjë shpirtërore dhe pa një ligjërim që synon universalen, rrezikon të humbas identitetin e vet në vorbullën e kohës dhe në këtë hov të madh digital. Deri atëherë, paçi shumë mbarësi, qofshit me shëndet të plot dhe qëndroni gjithmonë pranë vlerave tona shqiptare të pavdekshme kombëtare. Mirupafshim nga unë, Bruna Dedaj.